Fe, pushtim dhe identitet. Një e vërtet historike që nuk fshihet me lavdërime. Në hapësirën publike shqiptare, gjithnjë më shpesh shohim lavdërime emocionale ndaj fesë islame, si nga Shqipëria ashtu edhe nga Kosova, të shoqëruara me retorikë identitare, sikur kjo fe të ishte pjesë organike dhe lindur e qenies shqiptare. Por historia nuk shkruhet me emocione, shkruhet me fakte. Dhe faktet janë kokëforta. Islami nuk erdhi në troje shqiptare si zgjedhje e lirë shpirtërore, dhe as si përhapje paqësore. Ai erdhi bashkë me pushtimin osman, përmes shpatës, dhunës, presionit, taksave diskriminuese dhe një sistemi që ndëshkonte rënd moskonvertimin. Kjo nuk është opinion, është realitet historik i dokumentuar. Perandoria osmane e përdori fen si instrument pushteti dhe asimilimi. Konvertimi nuk ishte akt mistik, por strategji mbijetese. Kush nuk konvertoi paguante më shumë, përjashtoi nga administrata, humbiste pronë, dinjitet dhe shpesh jetën. Devshirmja, marrja e fëmijëve të krishterë për t'i kthyer në jeniqer, ishte një akt dhune shtetërore, jo bashkëtesë fetare. Ky është fakt historik. Të thuash sot se Islami në Shqipëri u përhap pa dhunë është falsifikimi i historisë. Të thuash se erdhi natyrshëm është fyerje për ata që u vranë, u shpërngulën, u dhunuan dhe u shtrënguan të mohojnë besimin e tyre. Nuk flasim për besimin personal të askujt sot. Flasim për rrugën historike të imponimit. Shqiptarët para pushtimit osman kishin identitet të qartë europian, gjuhë, tradita dhe lidhje me perëndimin. Skënderbeu nuk luftoi për një fe, por për lirinë dhe mbijetesën e këtij identiteti. Luftërat shekullore kundër perandorisë osmane ishin luftë kundër pushtimit dhe asimilimit, jo kundër besimit si koncept abstrakt. Qindra mijëra shqiptar humbën jetën për këtë tokë, nga mesjeta deri te rilindja kombëtare, që sot të trajtohet me harres dhe relativizim. Të ngresh sot në piedestal një fe pa pranuar kontekstin e dhunshëm me të cilin u imponua, është shenjë mungesës së informacionit, e leximit të cekët dhe një krize identitare që nuk guxon të përballet me të shkuara. Nuk është problem besimi personal i individit. Problemi është kur harresa shitet si krenari dhe kur pushtimi ribrandohet si trashëgimi shpirtërore. Shqipëria historikisht ka mbijetuar sepse ka ditur të ndaj kombin nga feja. Ky ishte një akt mençurie politike dhe kulturore, por sot po shohim një rrëshitje të rrezikshme. Vetë asimilim, ku fëmijët rriten pa njohur historinë e vërtet, pa kuptuar se identiteti kombëtar nuk ndërtohet mbi mohimin e vetvetes. Të duash Shqipërinë do të thotë ta njohësh të vërtetën, edhe kur ajo dhem. Të respektosh besimin e tjetrit, sot nuk do të thotë të gënjesh historinë e djeshme. Pa këtë ndarje të qartë, rrezikojmë të humbasim jo fen, por vetëdijen kombëtare. Historia nuk kërkon leje për të folur. Ajo thjesht kërkon kuraj për të pranuar.